Britania e Madhe ka ngritur alarmin për një rritje të agresionit rus ndaj Europës dhe Perëndimit. Kreu i Agjencisë Britanike të Inteligjencës, Ann Keith Butler, paralajmëron se Rusia po synon pa pushim infrastrukturën kritike, proceset demokratike dhe besimin publik në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Europë. Në një fjalim të rëndësishëm në Bletchley Park, qendra historike britanike e zbërtimit të kodeve gjatë luftës së dytë botërore, Keith Butler do të deklarojë se Kremlini po shton aktivitetin e tij hibrid përmes sulmeve kibernetike, sabotimeve dhe përpjekjeve destabilizuese. Sipas saj, agjencitë britanike të inteligjencës po punojnë për të bllokuar përpjekjet ruse për kontrabandimin e teknologjisë perëndimore, për të parandaluar sulmet kibernetike dhe për të kundërshtuar tentativa sabotimi dhe vrasjeje. Drejtoresha e GCHQ thekson se perëndimi ndodhet në një moment pasojash, ndërsa kundërshtarët po bëhen gjithnjë e më agresiv dhe të sofistikuar. Ajo paralajmëron se Rusia po intensifikon operacionet e saj të përditshme kundër Britanisë dhe Europës, ndërsa shërbimet sekrete britanike po monitorojnë situatën për të parandaluar kërcënimet. Në fokus të paralajmërimeve është edhe Kina, të cilën Keith Butler e përshkruan si një superfuqi teknologjike dhe shkencore me kapacitete të avancuara në inteligjencë artificiale, kibernetik dhe ushtri. Autoritetet britanike bëjnë thirrje për masa urgjente sigurie kibernetike, si për bizneset, ashtu edhe për qytetarët. Mes rekomandimeve kryesore janë forcimi i fjalkalimeve, mbrojtja e zinxhirëve të furnizimit dhe integrimi i sigurisë në teknologjitë e reja. Më herët, edhe Qendra Kombëtare e Sigurisë Kibernetike Britanike kishte paralajmëruar se shumica e sulmeve serioze kibernetike ndaj Britanisë kryhen nga shtete armiqësore si Rusia, Kina dhe Irani, ndërsa vendi përballet me rreth 4 sulme të rëndshme çdo javë.